Pra të nderuar shikues, është koha edhe për mysafirët e mi në studio, ashtu si që thash në fillim të emisionit, që do të kemë mysafirë me të cilët do flasim për një shkollë e cila veç më ka rumbullaksuar dhe ka festuar 80 vite ekzistencë. Liman Kaba është shkolla fillore në fshatin Lubeten. Shpresoj që mysafirët e cilët do t'i kemë në studio do ju japin edhe pak më shumë dritë, sepse në studio kam edhe drejtoreshën e kësaj shkolle, mirë po edhe ish sekretarin e kësaj shkolle, i cili gjithashtu ka qenë një ndër nxënësit e parë të kësaj shkolle, kështu që do të kemi shumë për të folur dhe shumë për të na treguar. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirëmëngjesi, mirë se ju gjetëm. Mirëmëngjes. Kënaqësi që ju kam në emision zotëri Hisni dhe zonja Ajfer. Nëse mund të më tregoni se si ka kaluar festimit të cilën ju e keni realizuar? Ky manifestim ishte mjaft i mirë, ishte 80 vjetori i shkollës, nxënësit ishin mjaft të përgatitur, të punësuarit ishin mjaft të angazhuar, ndihemi krenar për ekipin që e kemi në shkollë. Kishim edhe mysafir, ashtu. Se ne ndoqëm edhe një material të cilin e përgatiti kolegja jonë Rejhani dhe pam që kishit mjaft aktivitete gjatë manifestimit. Si u mirëprit ky organizim edhe nga nxënësit, edhe nga arsimtarët, mirë po edhe nga prindërit? Ishte një manifestim shumë e mirë, u mirëprit shumë mirë nga arsimtarët, kishim bashkëpunim shumë të mirë edhe me prindërit, nxënësit ishin shumë aktiv. Në shkollën tonë, çdo herë trekëndshi didaktikor funksionon shumë mirë. Kështu që shpresojmë që kjo shkollë veç më ta bëjë edhe ta kaloj edhe një shekull. Shpresoj. Zotri Hisen, 80 vjet dije për kushtim dhe sakrificë. A mund të na përshkruani historikun e shkollës Liman Kaba, sepse juve ju takon më shumë se gjithë kujt tjetër, si një ish nxënës i kësaj shkolle, ish sekretari i kësaj shkolle, një jetë të tërë. Ajo ishte një jetë e tërë, si të them. Unë gjithë karrierën time i punësuar ati, edhe u pensionova ati. Se për këtë historikut, unë më parë kisha me folën njerë për të kaluarën para se më hapë shkolla fillore në Lubeten. Shkolla fillore është hapën 44-45, dhe me thonë generata e parë, mirë po, dhe me thonë njerë mbas luftës së ditë botnore, së luftës nacionale qëllirimtare. Ma parë nuk ka pas njerëzit si them të shkolluar në Lubeten, po gjitha trevat ashtu ka qenë. Po, në zonat edhe rurale edhe në... Deri në atë kohë kanë ekzistuar mejtepet që kanë mësim besimin fetar. Me gjithate, gjinia mashkullore janë shkolluar, por janë shkolluar në kohën e mbretnisë Jugoslave, si ka qenë mbretnia serbo-kroate slovene, po atë në gjuhën serbo-kroate. Edhe jo në fshatin tonë, po në fshatin më të afërt aty që kemi në Lubanc. Aty ka qenë shkolla fillore, një shkollë fillore, me emër nuk e di në atë kohë si ka qenë emërtuar, po ka mësu serbo-kroatisht. Po. Kurse 44-45 është generata e parë, dhe me thënë shkolla e parë Shqipe në Lubeten, me emrin shkolla Bashkimi. Kjo shkollë ka qenë shkollë 4 vjeçare. Edhe në këtë periudhë ka përmbledhën jo vetëm, si me thënën, të një vitit të lindjes, ose që i kanë plotësuar kushtet, po ka përmbledhën 2-3 generata. Edhe sot kemi ditarin e parë në shkollë, po që për fatë se kom marrë një fletë barëm ta prezentojmë në emision. Ditari është prodhim me shkronja bugare. Ashtu është, me shkronja bugare, edhe evidenca gjithë, numri rendori gjithë nxënësve, me emër, me mbi emër janë aty dhe suksese dhe gjithë shkati, du me thonë, si kur mbajt evidenca pedagogike në shkollë. Ende sot kemi tasoj generate gjallë që kanë mbi 90 vjetë. Disa pleq edhe ka pas ftesë nga zonja drejtoresh, që të vinë po ishin të pamundshëm.
Po, sepse 94 vjetë. Ama, sa herë që bishin nipat ose stërnipat në shkollë ato pleq, ne e përshkryshin atë gëzimin e tyre kur kanë ardhën si nxënës në shkollën fillore bashkimi. Kush kanë qenë themeluesit ose personat kyç në fillimin e kësaj shkolle? Tash pak do të vijë edhe si familjarizëm, po migja im ka qenën medresist, se gjithë mësuesit e parë kanë qenën medresista, që kanë krij në shkollën medrezet në asaj kohe, ai ka qenën Molla Dilan, e kemi thonë e njohin si Molla Dilan në Luboten, po Abdurrahman Murseli, mësuesi i parë, edhe prap një medresist tjetër, ajo është me prejardhe Majoncës, po në qytet Shkup jeton, ka familjen Shkup, djali është esnafi qarshis Vullneti, zotri Vullneti, argjendari, djali i Naim Ejupi ka qenë. Dhe me thonën mësuesit e parë, dy kanë qenën, Abdurrahman Murseli edhe Naim Ejupi. Me përshkrujtën figurën e këtiri dy persona me të vërtet shumë pak është një orë tepër të flasish. Kanë qenën medresista, po intelektual që sot si kemi në mesin tonë. Aq kanë qenën, do me thonën, dashamir të arsimit, që sa herë ato edhe pse ishin, unë për migjën po flas tash, se zotri Jupin se kom taku asë njëherë një jetë, po për migjën gjithmonë ka bo apel që të shkollohen rinia. Ka qenë arsimdashës shumë i madhë, migja. Dhe është realizuar. Edhe për atë, një djallë, ka pas 3 vajza migja, e një djallë, Adnan Murselin, edhe vetëm djallë, ai nxënës i parë, në atë kohë s'ka pas 8 vjeqare, 4 vjeqare ka qenë, kur ka mbaru vitin e 4, e ka dërgu në Liri, në Shkup, ka nejtën me qira në Shkup atëre, e në për akraba që kemi pas Shkup, edhe ajo është mësuesi i parë i kualifikum me shkollën e mesme normale. Po, në atë kohë. Normalja. Kaq. Si kanë qenë, sepse në fillim shkolla ka qenë sigurisht 4 vjeqare, në çdo zonë. 4 vjeqare. Ashtu. Dhe mandej, kur ishte ajo koha që shkolla u bë gradualisht edhe 5 vjeqare? Prap do të kthena te djali i migjës, te Adnan Murseli, si mësues i parë i kualifikum në fshat. Ajo është punësu baba i Ferit e ka pas mësues të parat. Ajo punësu 63-64, dhe me thënë ka mbaru normalin edhe me njerë punësu në Luboten, atë si mësues. Mirë po, ajo nuk ka pushu vetëm me punën e arsimit, po ka pas vizion që të hapet 8 vjeqarja. A kupton? Edhe mbrenda atine 2-3 vjetëve, në kontakt me Ministrinë e Arsimit asaj kohe, me këshilltar të arsimit, që do ta përmendë edhe kum pas drejton në Zeflush Marku, Avni Zlatkun, e ndjerë. Avni Zlatku në atë kohë kishte qenën këshilltar pedagogjik në komunën e atëhershme Kale. Edhe me iniciativë të Adnan Murselit, zotri Avni Zlatku në atë kohë ka ndërmarë hap të guximshëm, edhe në vitin 68 hape shkolla 8 vjeqare në Luboten. Në vitin 68. Si generat tash e asaj 8 vjeqare fat i jonë, i imi, prindit të Ajferit e sen, ne jemi generat e parë në shkollën 8 vjeqare. Dhe keni kontribu shumë, sepse në atë periudhë vajzat shumë edhe nuk kanë shku në shkollë. Prej kur ka filluar, Ajferi ju gjithashtu jeni edhe ishë nxënëse e kësaj shkolle? Edhe disa fjallë basi jam unë gjena, më dhe t'japin fjallë në vetë. Nasi generat e parë, deri në klasë të 6, 2 vjetë, më thëmë, klasën e 5 dhe 6, kemi pas në mesin tonë edhe gjinis femërore. Apo? Klasën e 7 edhe 8 nuk i lanë me jardën, edhe generata jonë, kemi mbaru vetëm si shkollë, vetëm klasën e tjetës, vetëm si mashkuj.
Gjithë ata shoqe që i patëm nxënëse në klasë, ato vandërprenë mësimin prindët. U rritën pak të mëdhaja edhe vandërprenë. Po, më herët ka qenë deri në klasën e 4 në duket edhe vajzat. Deri në klasën e 4 kanë anarë gjithë. Po. Gjithë. Kur ka qenë ajo koha që vajzat veç më kanë fillu të shkojnë në shkollë, sepse ka qenë sigurisht edhe ajo shtytja e madhe edhe atyre prindërve që kanë qenë shtytës të institucioneve, të shkollave. Në vitin 1994, unë mbarova shkollën fillore, të shkolla fillore Liman Kaba, dhe vazhdova shkollimin në shkollën e mesme. Isha një ndër vajzat e para që fillova shkollimin. Në ato kohë ishte pak kushtet ishin të vështira, jo kushtet financiare, po kushtet e transportit. Këto ishte problem. Isha një ndër vajzat e para të fshatit. Pata përkrajen tepër të madhe të prindërve, të familjes time, po gjithashtu mos janë shkalojmë edhe disa arsimtar që i kishim, që më dhanë një kuraje të madhe. Dhe në vitin 1998-99 mbarova shkollën e mesme Zeflush Marku dhe vazhdova studimet në fakultetin pedagogjik në Shkup. Në vitin e tretë u punësova njëtën shkollë, ku mbarova dhe shkollën fillore. U punësova si mësuese e grupit parashkollor. Punova 16 vite si mësuese. Pas 16 viteve u emërova edhe si drejtori i shkollës. Po, tash gëzoni edhe titullin e drejtoreshës. Po. Tregoni pak për emocionin dhe ndjenjen, se si është nga një nxënëse, tash më veç jeni në kokë të kësaj shkolle, dhe si funksionon shkolla? A mund të bëni një përshkrim të shkurtër, shembull edhe rreth numrit të nxënësve, stafit arsimor dhe vlerave të kësaj shkolle? Ndjenjat, si më pyete për ndjenjat ishin mjaft forta, ishte një ndjenjë shumë e madhe dhe ishte kënaqësi të mbaroj shkollën fillore të një shkollë, të punësohesh në të njëjtën shkollë, po të jesh edhe drejtori një njëjtës shkollë. Për mua është një kënaqësi e madhe. Stafin e kemi shumë të mirë, perfekt. Do të thonë funksionojmë ashtu si ka hije një shkolle. Po. Numri i nxënësave ishte një numër shumë i madh më herët, po shtash numri vetëm ka fillu të bie. Si vjet kemi nxënësa pak më shumë për klasë të parë. Diku numri është afër 400 nxënësa në shkollë. Stafi i shkollës të punësuar kemi diku 21 të punësuar. Edhe Po, a i plotëson kushtet shkolla juaj, do me thënë, ju tha që veç më interesimi është goxha i madh edhe për klasë të parë, edhe pse e dim që vendet rurale zakonisht ata të cilët jetojnë aty dalin në qytet, apo edhe emigrimi është pjesë e pandashme? Në fshatin tonë emigrimi është shumë i dobët. Do me thënë, vetëm është problemi që shpërngulje është në fshat, po numri si vjetë që është për klasë të para është dikun 25, krahasim me vitin e kaluar numri u ka rritën dikun 5-10%. Po. Do mund të më folësh pak më tepër edhe në lidhje me dokumentacionin e nevojshëm për të gjithë ata të cilët veç me siguri kanë mbaru regjistrimin? Jo, regjistrimi ka fillu me 1 maj, me 2 maj, se 1 maj është fest, me 2 maj ka fillu regjistrimi, kemi mri dikun 10 deri 15 nxënës. Me dokumentacione është pak problem në fshatin tonë, se edhe nuk kemi edhe ambulancë në fshat. Termine duhet të bëjnë prindërit për të eftomatologu, stomatologu, për vakcina, po problemi më i madh është e eftomatologus, po nuk po ka termine dhe po duhet shtash me i pritën derisa ti kompletojnë dokumentacione. Po mirë, deri shtash mirë ka shkuar. Sa paralele janë planifikuar për klasën e parë? Çdo shkolla jonë prej klasës parë deri në klasën e 9 shkojmë çdo herë me 2 paralele. Po. Kështu që mirë është, numri mirë është, diku nga 20, 22, 23 nxënës një klasi ka. Zotëria Hisni, tash do vi edhe t'ju pyes juve si vlerësoni zhvillimin e shkollës suaj në arsimin vitet atëherë edhe vitet sot? Kështu, na si gjenerat, pi 68 gjenerat e parë, në atë kohë kemi pas të gjithë arsimtar të kualifikuar. Edhe me të vërtet,
Mu personalisht më duke që apse madhërim kemi qenë, ndoshta s'kemi ditë me vlerësu, më vinë se më duke shumë kanë qenë pregaditur. Po. Shumë. Tash edhe plan programet po Kemi ndryshojnë. pas jo arsimtar të vendit, përveç në gishta kanë qenë ato të arsimtar të vendit. Ma shumë kemi pasën prej nga jashtë. Kemi pasën arsimtar prej Peje, kemi pasën arsimtarin në gjuhë shqipe një farë Abdil Berisha. Mandej kemi pasën prej Struge, kemi pasën një profesor arsimtar. I merë një arsimtar i merë kimi, biologi, kemi pasën prej Dibre. Dhe me thonë, mirë po kanë qenë shumë të pregaditur. Po edhe arsimtar tash janë të pregaditur, po me standardet e tashit, Po. me programin e tashit. E ku ishte fjala tash unë pak do të kthehem pak në atë gjeneratës se kjo e tha si ka përjetu, po na si kemi, si qëfar ndjenja kemi pasë kur thije e barierja që të nisin gjinia femrore të shkojnë shkollat mesme. Na si gjenerat, 5 kemi qenën që mbarum 8 vjeqaren, në shkollat të zanatit shkojshin. Po që shkum në gjimnazin Zeflush Marku. Dhe ti përmendi me emra, unë Hisni Murseli, Nexhmi Murseli djali Agjës, kushrini i kësaj Zekir Saliu, Afet Zendeli edhe Shefik Nureddini. Prejatin e në 5 që kem, Indjeru bo Zekiri, ai mbasi e mbaroj orientu në zanat, prap, i gjimnazit Argjendar këtu, kurse na 4 shkum në Prishtinë në atë kohë, ka qenë gjenerata 76-77 në fakultet, unë shkova në fakultet juridik, Afet Zendeli shkoj në albanologi, kurse Shefiku dhe Nexhmiu shkojnë në stomatologi në Prishtinë. Gjithë mbaruam, unë punësova këtu, Afeti u punësu në njëtën shkollë arsimtari gjuhës shqipe, ata në profesionin e vetë si stomatolog. Pre asaj kohe, si thash, na prapë si mashkuj, gjenerat atëre zonja Ajfere, tjere e thinat barierën, dhe të thëmë, të fillojnë të shkojnë në shkollat mesme, edhe pse kushtet ishin shumë shtira si e ceku, problem kryesor ka qenë udhëtimi. Po, gjithmonë. Udhëtimi ka qenë, autobus s'ka pasën urban, ka qenë me të vërtet bare prindve se si do shkojnë, si do të vinë. Kemi pas udhëtimin nga Lubonca, po ishte larkë. Po, se kemi shumë pak kohë. Zënja Ajfer, si janë kushtet tash në shkollën? A i plotëson shkollat të gjitha kushtet për zhvillimin e mësimit, kabinetet, nxënës? Shkolla është kogja e vjetër. Kushte nuk kemi shumë, kabinetet na mungojnë. Problemi më i madh është salla sportive në shkollën tonë, nuk kemi sallë sportive, por me ato kushtet që i kemi, e mbajmë shkollën në kam. Me stafin që e kemi, edhe angazhimi i prindërve, na ndihmojnë shumë, edhe stafi komplet shumë janë të përpjekë për punë. Po, unë do kisha pas shumë dëshirë të flasim edhe më shumë, të flasim edhe për historikun. Do duat që ta gjirojmë një historik për shkollën tuaj, sepse vërtet 80 vite nuk janë pak. Zotri Hisni, cila mesazhi për të dytë është ky, çfarë mesazhi do ju kishit dhënë nxënësve dhe atyre të cilët jetojnë në Lubeten, mirëpo edhe nxënësit të cilët do ta fillojnë mësimin dhe ata të cilët e kanë përfunduar mësimin në shkollën tuaj? Që mesazhi është që të mësojnë. Pak ma tepër larg celularëve e më afër librave. Se si duket unë edhe në shtëpi kam vajzën e djalit, mbesën, dhe më thonë tash momentalisht. Unë e di se sa kemi pas na dëshirë të rrim mbi libër.
ata dëshira atyre sot është të rrinë më tepër mbi Tash celular. është ajo kohë është telefonave Po, ndoshta edhe nga i mësojnë, na mos ta marrim se është keq shumë. Ndoshta ajo është në aspektin shëndetësor dëm, po unë shoh se aty ka gjëra edhe të mira. Po. Mësojnë pak, zhvillohen, po duhet edhe libri. Paketë, gjithmonë. Duhet edhe libri. Mesazhi im është që nxënësit të jenë vetvetja, të mësojnë më shumë, të jenë këmbgulës për atë që duan të arrijnë, të kenë besimin në vetvete. Kështu që shembulli më i mirë për atë gjë jeni ju si përfaqësues edhe të shkollës suaj. Unë ju falenderoj shumë që gjetët kohën dhe mundësinë të vini në emisionin tonë. Zotëri Isni, ju dëshiroj një pensionim të këndshëm. Faleminderit shumë. Eifer, uroj që shumë vite kjo tjenje në krye të kësaj shkolle, sepse ndoshta edhe e meritoni më shumë se gjithë kusht tjetër që do vi edhe nga jashtë, që shpresoj. Faleminderit edhe nga ana juaj që keni gjetë kohë që të na thirrni mysafir. Kjo është. Faleminderit shumë.